Prokuroria e përgjithshme dha sqarime të detajuara për rastin e Hekuran Vatës, i cili pretendoi në News 24 se po mbahet padrejtësisht i arrestuar për vrasjen e oficerit të policisë Miftar Krashi, në një kohë që vrasësi është një tjetër person. Sipas prokurorisë, për të verifikuar nëse i dënuari është një person i ndryshëm nga ai që ka kryer vrasjen e policit, po kryet një analizë ADN-je. Burimet zyrtare sqarojnë se janë marrë kampion të 3 personave që pretendojnë se janë vëllezër të këtij personi, që vetë identifikohet me emrin Hekuran Vata dhe që s'ka lidhje me vrasjen, pasi zyrtarisht ai rezulton tashmë me emrin Besnik Morina. Kampionët e gjakut të 3 personave në fjalë që këmbgulin se janë vëllezërit e tij do krahasohen me personin që mbahet në qeli, për shkak se sipas emrit rezulton i dënuar. Ky person, sipas prokurorisë, ka ndryshuar 2 herë mbiemrin, një herë në Besnik Coku, që është dhe personi i dënuar për vrasjen e ndodhur në fshatin Aras të Dibrës, e më pas në Besnik Morina. Për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve, sqaron organi akuzës, Besnik Morina apo Hekuran Vata, sikurse vetë prezantohet, është lënë në masën e sigurisë detyrim për paraqitje. Nëse konfirmohet nga analiza shkencore, për përgjigjet e së cilës duhet një kohë deri një muaj, që është një person i ndryshëm nga Besnik Coku, që rezulton i dënuar për vrasjen e policit Krashi, do të urdhërohet lirimi i tij menjëhershëm.